Mirë se vini! Sot do të hedhim një vështrim të shpejt në 10 mënyra praktike, por vërtet të fuqishme, për ta përmirësuar shëndetin në një mënyrë të plot, gjithëpërfshirëse. Pra, le t'i futemi menjëherë këtij udhëtimi. Kjo pyetje tingëllon në njohur për shumë kënd apo jo? Nëse po, atëherë jemi në vendin e duhur. Ritmi i jetës moderne është vërtet i furishëm dhe shpash na lë pa pikë energjie. Por, lajmi i mirë është ky. Ka hapa konkret që mund të na ndihmojnë të rifitojmë kontrollin dhe atë gjallërinë që na mungon. Okej, përpara se të kalojmë tek këshillat specifike, është thelbësore të kuptojmë themelet. Le të ndërtojmë së bashku një kornizë të thjeshtë, por jashtëzakonisht të fortë, për atë që do të thotë shëndet total. Ja ku qëndron thelbi i gjithçkaje. Këtu nuk po flasim për një listë detyrash që duhen kryer. Jo, po flasim për një filozofi të tërë. Çdo aspekt i shëndetit ton, trupi, mendja, zakonet, janë kaq të lidhura me njëra tjetrën saqë kur përmirëson njërin, ndikon drejt për drejt tek të gjitha të tjerat. Dhe ja si do ta bëjmë të gjithën më të thjeshtë për të kuptuar. I gjithë ky udhëzues është i ndarë në 3 shtylla kryesore. Këto do të shërbejnë si harta jon për të lundruar drejt një mirëqenie të plotë dhe, me rëndësishmja, të qëndrueshme. E po, gjithçka nis pikërisht këtu. Trupi është makineria jon, ajo që na mban në lëvizje çdo ditë. Dhe mënyra si e ushqejmë atë përcakton pas një dyshim cilësinë e jetës sonë. Këto janë, le të themi, 4 pikat kardinale të shëndetit fizik. Dieta e balancuar është karburanti ynë. Ushtrimet, ato që lirojnë endorfinën, kimikatin natyral të lumturisë. E dini që vetëm 20 minuta ushtrime me intensitet mesatar mund të përmirësojnë humorin për gati 12 orë. Pastaj gjumi dhe hidratimi, ato janë proceset jetike të riparimit dhe rigjenerimit të trupit. Dhe ja ku kemi një numër magjik. 7 deri në 9. Këto janë orët e gjumit që i duhen trupit çdo natë. Gjatë kësaj kohe, trupi rigjenerohet, balancon hormonet, forcon sistemin imunitar. Mungesa e gjumit, nga ana tjetër, lidhet drejt për drejt me shtimin në peshë dhe me atë ndjesinë kur nuk arrin të fokusohesh dot. Po kaq i rëndësishëm është edhe ky numër, 6 deri në 8 gota ujë në ditë. Hidratimi ndikon në gjithçka, absolutisht gjithçka, nga funksioni i trurit e deri te tretja. Edhe një dehidratim fare lehtë mund të shkaktojë lodhje, marramendje dhe dhimbje koke. Por sigurisht, shëndeti nuk është vetëm fizik. Tani do të eksplorojmë një dimension tjetër, po aq të rëndësishëm, mendjen dhe emocionet tona. Ato luajnë një rol absolutisht vendimtar në mirëqenien e përgjithshme. Dhe ja ku i kemi 3 elementet kyçe të kësaj shtylle: aftësia për të menaxhuar stresin, për të kujdesur për botën tonë të brendshme dhe për të ndërtuar marrëdhënie të shëndetshme. Ky është shëlësi për një jetë vërtet të ekuilibruar. Kontrasti këtu është thjesht i jashtëzakonshëm. Nga njëra anë, stresi kronik e dëmton trupin në mënyra shumë konkrete dhe të matshme. Nga ana tjetër, teknika fare të thjeshta si meditimi apo frymarrja e thellë na japin qartësi dhe forcë emocionale. Është vërtet interesante se si shkenca e konfirmon ato që ndoshta e ndejmë të gjithë intuitivisht. Të kalosh kohë cilësore me miqtë e familje nuk është thjesht diçka e këndshme. Jo, është një nevojë biologjike. Lidhjet pozitive ulin kortizolin, pra hormonin e stresit, dhe forcojnë mbrojtjen tonë natyrale. Mirë, tani kemi arritur te shtylla e fundit, ajo që i lidh 2 të parat si një ngjitës i fuqishëm. Këtu flasim për strategjinë afatgjatë, për ato veprime që sigurojnë që shëndeti ynë të mbetet i qëndrueshëm për gjatë gjithë jetës. Pra, këto janë veprimet që na mbrojnë në planin afatgjat. Heqja dorë nga zakonet e dëmshme e përmirëson shëndetin fizik pothuajse menjëherë, stimulimi i trurit me aktivitete të reja e mban mendjen të mbret dhe kontrollet e rregullta, ato sigurojnë që gjithçka të jetë në rregull, të gjitha janë thelbësore. Kjo frazë thjesht e përmbledh në mënyrë të përsosur gjithë idenë. Kontrollet e rregullta nuk janë një luks, por një investim absolutisht thelbësor në të ardhmen. Ti je proaktiv është gjithmonë, por gjithmonë zgjidhja më e mençur. Pra, pasi kemi eksploruar këto 3 shtylla, le t'i bashkojmë pak të gjitha. Si mund t'i zbatojmë këto parime në jetën tonë të përditshme? Ky është mesazhi kryesor që duhet mbajtur mend. Shëndeti është një sistem i ndërlidhur si një zinxhir. Kur forcojmë njërin hallkë, ne automatikisht i forcojmë edhe të tjerat. Për shembull, një gjumë më i mirë përmirëson shëndetin mendor, menaxhimi i stresit përmirëson shëndetin fizik. Gjithçka lidhet me gjithçka. Dhe në fund, gjithçka përmbledhet në një pyetje të thjeshtë. Cili është hapi i parë, sado i vogël, që mund të hidhet sot? Këtu nuk flasim për ndryshime drastike. Absolutisht jo. Ndoshta është thjesht një shëtitje 10 minutëshe, një gotë ujë më shumë, ose një telefonat me një mik.
Çdo hap i vogël është në fakt fillimi i një rrugëtimi të madh drejt një mirëqenie më të plotë.